Mirëmbrëma, mirë se erdhët të gjithë. Përshëndetje. Shpresoj të jeni mirë. Të keni mbaruar përgatitjet për vitin e ri. Mirëmbrëma. Sot në Tiranë ishte një katastrofe vërtet, nga të Tiranë kishte shumë trafik, njerëz që vetëm linin. Përshëndetje. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Atë tema e ditës diet do të bëj parashikimin për hënën e plotë që është tek shenja e Gaforës. Është hëna e plotë e parë e vitit të ardhshëm. Është një hënë vërtet me ndikime shumë të mëdha ezoterike, që do thotë ka ndikime shumë të mëdha spirituale, shpirtërore. Pa më pyetur ju, po e them direkt, është një nga hënët e plota që do të këshilloj të manifestoni, por përpara se të manifestoni, duhet patjetër që të bëni pastrimin e energjisë së shtëpisë të vetes tuaj nga energjitë negative. Përshëndetje, mirë se erdhët. Po filloj me një herë, sepse nuk do të mbas dëm tepër kohë. Si fillim do flas në lidhje me shërbimet e mia. Kam 2 lidhje të drejtë për drejta çdo javë. Normalisht i bëja të martën dhe të shtunën, por po e ndroj, do t'i bëj ditën e hënë dhe të premte, duke qenë se është më e përshtatshme për mua. Jam më të përshtatshme se ditë. Si gjithmonë, pasi ti kem bërë parashikimet, një ditë më vonë në përgjithësi keni te kanali im YouTube-it. Ditëve të hëna do të vazhdoj që të bëj analizën e hënës së plot ose hënës së re, pra ciklit të hënës, dhe do të bëj dhe pyetje përgjigje. Ndërkohë që ditëve të premte do të bëj parashikimin javor. Të gjitha këto, siç e thash edhe një herë, mund t'i gjeni te kanali im YouTube-it një ditë më vonë. Ndërkohë që përveç këtyre kam edhe parashikime ditore. Parashikimet ditore janë shumë të shkurtra tashmë. Them vetëm gjërat më të rëndësishme sepse vura re që njerëzit lodheshin duke dëgjuar deri në fund. Prandaj them vetëm gjërat më të rëndësishme, cili është elementi më i rëndësishëm, më dominant i asaj dite. Dhe mënyrë si ta përdorim, pjesën ku flas në lidhje me hënën e zbrasti, do t'ju këshilloj gjithmonë ta merrni parasysh, sepse gjatë atyre periudhave jemi vërtet shumë të hapur ndaj problemeve. Personat që janë më të hapur ndaj problemet janë personat që kanë më pak aftësi për të mbrojtur vetën e tyre, si rrjedhoj janë fëmijët dhe femrat. Përveç këtyre, kam edhe dalit e mia në televizione. Parashikjet e mia në televizione është ditën e hënë, siç e kisha sot, është tek kanali A2 CNN në programin Dita Jon. Ndërkohë që ditëve të premte jam tek Top Channel në programin Në shtëpinë tonë. Përveç kësaj jave, duke qenë se do të jem në datën 31, pra ditën e mërkurë, pas 2 ditësh, dhe do të bëj parashikimin vjetor. Parashikim vjetor te kanali im personal i YouTube-it, nuk e di, domethënë po mundohem që ta bëj, po të them vërtetën jam shumë e ngarkuar në këto momente. Në qoftë se më ngelet kohë, do ta bëj dhe atë. Kam dëshirë ta bëj sepse viti 2026 duket një vit i cili duhet përdorur, prandaj edhe dua që të bëj të paktën se si ta përdorni, do t'i them. Unë bëra një lidhje, ishte me persona të përzgjedhur, bëra një lidhje nga Zoom-i ku fola për ndikimet e vitit 2026. Ishte goxha e këndshme. Të njëjtën gjë mendoj që të organizoj në një frymë më të gjerë, për të gjithë ata që janë të interesuar, në qoftë se ju intereson të bëj diçka të tillë, më shkruani. Okej, më shkruani. Në qoftë se e di që do të ketë pjesëmarrje, do ta bëj. Në qoftë se është diçka që, domethënë, nuk ka shumë interes, nuk kam ndërmend ta bëj sepse siç e thash jam shumë ngarkuar në këto momente. Ndërkohë që përveç këtyre që janë shërbime për publikun, kam edhe shërbimet e mia personale, pra të gjitha informacionet që nuk mund t'i merrni te këto postime apo video e të tjerë mund t'i merrni në konsultën tuaj personale. Aty bëhet analiza hartës tuaj të lindjes, mund të gjejmë orën e lindjes, pra ascendentin për gjithë ata që nuk e dinë. Në të njëjtën kohë mund të bëjmë edhe analizën e lidhjes tuaj, normal që parashikim për të ardhmet janë, nuk ka nevojë të them. Okej, këto janë shërbimet e mia. Për sa përket mësimeve të astrologjisë, kam filluar t'i jap edhe ato janë të përzgjedhura, janë vetëm persona të cilët më shikojnë të përshtatshëm që ta marrin mësim astrologjie nga unë.
Okej, po fillojmë me njëherë tek ndikimet që ka kjo hënë e plot. Po e them si fillim, kjo hënë e plot prek shumë hartën e Shqipërisë, prek shumë edhe hartën e Kosovës, të dyja. I aktivizon në mënyrë të dukshme. Të dyja kanë edhe pengesa, kanë edhe zgjidhje të shumë problemeve. Do i përmend kur të vi koha, kur të vi momenti, domethënë. Okej, si fillim. Hëna e plot është tek shenja e Gaforës, përsëris është në datën 3 janar të vitit 2026, është ditën e shtunë dhe do të jetë në orën e 11:02 të mëngjesit, të paradites. Kemi disa ndikime shumë të fuqishme, është hëna e plot vërtet shumë e fuqishme, do jetë edhe para e vitit të ardhshëm, do t'i japë pikërisht ato këmbën e parë, hapin e parë të vitit në vazhdim. Si rrjedhoj, në qoftë se e përdorim siç duhet këtë hënë të plot, do të kemi mundësi që gjithë vitin në vazhdim ta kemi shumë më të thjeshtë. Cilat janë ndikimet më të rëndësishme? Kemi vendosje të shumta tek shenja e Bricjapit, kemi Diellin, kemi Mërkurin, Venusin, Marsin të vendosur këtu. Si rrjedhoj, është vërtet shumë e fuqizuar kjo si shenjë. Shenja e Bricjapit ka një ndikim që ve rregull në jetën tonë, por duke qenë se elementi kryesor ose karakteri kryesor i shenjës së Bricjapit është edhe pani, pra si rrjedhoj edhe Saturni, si rrjedhoj edhe Djalli në thonjza. Pra mitologjia e saj është pak e thellë, mund të kemi dalin në skenë të gjitha këtyre tematikave. Çfarë janë këto tematika, do thoni ju? Udhëheqje e cila nuk është e duhur, mashtrime, manipulime që bëhen kundrejt popullit. Por fal kësaj dhe shërimi këtyre si plag. Kemi ndryshime komplet tashmë të mënyrës se si e vëzhgojmë edhe ne vetë, pra popull se si e vëzhgon udhëheqjen, po ashtu dhe mënyrës se si udhëheqja prezantohet tek ne. Nuk kemi më mundësi që të zgjedhim, kjo është lajm i mirë apo i keq nuk e di, por nuk kemi më mundësi që të zgjedhim, ato çfarë kishim për të zgjedhur kemi zgjedhur tashmë, prandaj dhe si rrjedhoj tashmë do të jetojmë ato çfarë do të korrim, domethënë çfarë kemi mbjellur. Ndër ndikimet më të rëndësishme është se do të kemi rritje të arrogancës të personave të cilët kanë një farë fuqie, një farë pushteti në duart e tyre. Kjo është edhe mënyrë se mund të dallohet vërtet shumë mirë se çfarë ka ndodhur deri në këto momente. Por përsëris nuk mund të them që është diçka pozitive apo negative në këtë aspekt, sepse në momentin që e shikojmë se çfarë ka ndodhur, se çfarë po ndodh vërtet, kemi mundësi që të marrim masa. Kjo është për sa i përket jetës tonë sociale. Ndërkohë që për sa i përket individit do të preket në përgjithësi në aspektet më të rëndësishme të jetës, që është identiteti që ne kemi, mënyrë se si veprojmë kundrejt familjes tonë, mënyrë se si veprojmë kundrejt shoqërisë dhe mënyrë se si veprojmë kundrejt partnerëve tanë. Është shumë e rëndësishme. Ajo çfarë ishte pika, ose më të themi, ajo çfarë është tema më e rëndësishme e kësaj hëne të plotë do të dalë shumë në skenë, do të jenë problematikat e femrave. Këtu nuk po them që do të dalin problemet e femrave kundrejt meshkujve, po them jo, problemet vërtet të femrave do të dalin shumë në skenë. Aty problemi midis brezave për shembull, ku vjera i ka bërë gabim nuses, e kështu, tematika të tilla me radhë, do të dalin shumë më tepër në skenë, sepse do të kemi një sulm shumë të madh ndaj identitetit të femrës. Dhe si rrjedhoj, këto probleme do të zmadhohen edhe më tepër. Deri tek hëna e plot do të kemi pak a shumë një dhunë me gojë, nuk mund të them që është dhunë, domethënë në anën fizike, edhe pse mund të vjetër në ato aspekte, por shumë herë më e vogël. Kjo në mënyrë që ne të kuptojmë se ku është problemi dhe ta zgjidhim, por është pak e lodhshme. Si rrjedhoj, edhe figura e femrës do të mund të bjerë gjatë kësaj periudhe. Do të kemi një spastrim fal kësaj edhe të problemeve që ekzistojnë, ose sepse do të kuptojmë shumë më mirë se ku qëndron problemi, por vërtet deri tek hëna e plot do të kemi probleme të rëndësishme në lidhje me këtë temë. Do të kemi dy mitologji vërtet shumë të rëndësishme. Njëra është mitologjia e ujkut dhe ekopesë, dhe tjetra është mitologjia e shqiponjës. Ne kemi shumë si shqiptar që jemi, të gjithë duke qenë se simboli jonë është shqiponja, jemi vërtet shumë të ndikuar nga kjo hënë e plot. Ndërkohë që mitologjia e ujkut apo ekopesë është e prekur sepse kemi të vendosur hënën fiks mbi Sirius, dhe Siriusi ka atë si
mitologji kryesore që është edhe ujku ose bashkimi në një kopet të vetme, si rrjedhoi dhe nënshtrimi në një udhëheqje e cila mund mos jetë shumë e shëndetshme, por që i bën ata që të kalojnë dimrin me sukses, për kjo është ideja. Ndërkohë që për Shqipërinë kjo mund të bëhet pak problematike. Pse mund të bëhet problematike për Shqipërinë? Sepse tek ne do dalë shumë më tepër në skem individualizmi, gjë që nuk na bën mirë në të vërtetë. Por jemi të detyruar që në këto momente të kuptojmë vërtet shumë mirë veten tonë. Ndikimi më i rëndësishëm që kemi ne në Shqipëri, erdhëm te ky moment, është se do të kemi një zgjim të femrës, të përmenda, duke qenë se do të dalë në skem shumë ato dinamikat e sëmura që kemi ne aktualisht në familjet shqiptare. Do të falë kësaj, do të krijojë një identitet femrë shumë më i shëndetshëm. Kjo hën e plot gjatë anët të plot më të themi, do të kemi Venusin në takim me Venusin tonë. Si rrjedhoi të gjitha temat që kanë të bëjnë me femër, me nënën, do të jenë shumë më të zmadhuara. Falë kësaj do të kemi vlerësim më të lartë për përsëris, por këto do fillojmë që ta ndijmë pas anës së plot, ndërkohë që deri tek ana e plot do të kemi një sforcim të dukshëm në marrëdhënie familjare. Këtu këshilla ime do të ishte që në vend që të luftojmë me njëra tjetrën, për përsëris duke qenë se janë femrat ato që do të luftojnë në përgjithësi me njëra tjetrën, do t'ju këshilloja që të përdorim empatinë tonë, do t'ju këshilloja që të mbronim dhe të mbështesnim njëra tjetrën, sepse kjo është e vetmja mënyrë që ne të gjithë si shoqëri, nuk po them thjesht femrat, ne të gjithë si shoqëri të ndalim mban. Dhe falë kësaj të krijojmë edhe një sens identiteti shumë më të shëndetshëm. Po them si kom, po e them vërtet si kom kësaj radhe. Kemi një ndikim shumë të fuqishëm edhe përsa i përket udhëheqjes, e siç e thash kemi rritje në arrogancë, si rrjedhoi mund të bëhen gabime të shumta. Ose gabimet që janë bërë deri tani do të dalin shumë shpejt në sken. Falë kësaj dhe ne do të kuptojmë se ku qëndron problemi, por kjo nuk do të është se shumë e thjeshtë, arsye që nuk është shumë e thjeshtë sepse mund të kemi rritjen e çmimeve të disa elementeve ose të disa produkteve të cilat janë vërtet shumë të rëndësishme për mbijetesën tonë. Si rrjedhoi, kjo mund të bëhet një nga temat më të rëndësishme të periudhës në vazhdim. Mund të marrim vesh edhe shitjen e tokave, të pronave, të cilat i përkasin në një mënyrë ose në tjetër popullit. Edhe kjo është një pjesë që do të bëhet pak problematike, por sesa do të arrijmë që të dalim kundër kësaj, është diçka që është në diskutime sipër, si gjithmonë. Për sa i përket çështjeve në lidhje me sentimentalizmat ose me çështje sentimentale, është një hanë plot pozitive. Duke qenë se viti që sapo po lëm mbrapa, pra viti 2025, kishte mbarimin e shumë lidhjeve, viti 2026, duke filluar që nga kjo anë e plot, do të fillojmë që të ndihemi far malli. Ky malli do të jetë për dashurinë e vërtetë ose për partnerët e vërtetë, si rrjedhoi që nga fillimi i vitit 2026, pra që nga kjo anë e plot, mund të kemi fillimin e shumë lidhjeve. Në përgjithësi, këto lidhje janë të shëndetshme, sepse tashmë kemi mësuar, por gjithsesi, këshilla ime do të ishte që të jemi vërtet shumë të vetëdijshëm përpara se të fillojmë diçka. Më mirë ta marrim diçka me ngadalë, sesa të humbasim në lidhje të cilat do të na harxojnë shumë kohën, dhe mbi të gjitha do të shpërbëjnë edhe një herë të gjitha mësimet që kemi marrë deri në këto momente. Kjo është e vlefshme shumë më tepër për Shqipërinë, por përsëris duke qenë se preket edhe Venusi jon. Me rastin e prekjes të Venusit ton, kemi edhe një ndikim shumë të mëdha për sa i përket të ardhurave materiale. Këto në përgjithësi do të jenë në lidhje me buqësinë. Këtu do të na duhet që të jemi pakës më të vëmendshëm në lidhje me këto tema, duke qenë se buqësia në Shqipëri është pothuajse jo ekzistuese. Nëse duam ta rigjallërojmë, ky është momenti i duhur. Investimet, pra nëse duam të bëjmë, do të jenë pikërisht këtu. Rikthimi në fshat është një zgjidhje vërtet shumë e mirë në këto momente. Dhe mbi të gjitha, kjo do të na ndihmojë që të krijojmë një farë ekonomie e cila në këto momente na mungon, dhe falë kësaj do të zhvillohet shumë edhe ana e bujqësisë, siç e përmenda pak para, po ashtu edhe turizmi, sepse këto të dy janë shumë të lidhura me njëra tjetrën, për Shqipërinë flas gjithmonë. Ndërkohë që për sa i përket Kosovës.
Kosova ka një ndikim vërtet shumë të madh, shumë më të fuqishëm se çfarë ka Shqipëria. Në përgjithësi në Kosovë do të dalin shumë në skenë probleme që ekzistojnë brenda popullit, mënyrë se si është udhëhequr, mënyrë se si ka lejuar vetën e tij që të udhëhiqet. Do të dalin shumë më tepër në skenë edhe frikrat ose fobit të cilat i ka mbajtur pak a shumë të nështruar. Falë kësaj do të kemi mundësi që të kalojnë këto. Normal që këto gjëra nuk janë të thjeshta, nuk ndrodhin brenda ditës, por ky është fillimi i këtyre zgjidhjes së këtyre problemeve. Për këtë arsye, për Kosovën është një proces që ka filluar në të vërtetë që nga eklipsi i hënës ishte në shtator, do të vazhdojmë që ta ndjejmë, ose më themi se çfarë kemi bërë, puna që kemi bërë, ta vëmë re tani, si do mund të kemi ndryshime të shumta të legjislacioneve në Kosovë, sepse edhe populli vetë tashmë nuk mund të jetë më i kënaqur me të njëjtat legjislacione që janë krijuar ndoshta që në fillim të krijimit të Republikës ose njohjes së Republikës. Për këtë arsye do të kemi një rregullim të dukshëm të mirëqenies brenda vendit. Kjo nuk është se vjen vetvetiu përsëris, vjen me punë me përpjekje. Si fillim do të heqim mirë qafe të gjitha ato gjëra që na kanë mbajtur mbrapa, të gjitha fanatizmat, në mënyrë që të kemi mundësi që ta zhvillojmë veten tonë. Por është një ndikim shumë pozitiv, sepse vërtet do të arrijmë që të gjejmë atë lidhjen tonë me hyjnoren. Kjo është edhe një nga temat kryesore të kësaj hëne të plot. Jo vetëm për Kosovë, është e vlefshme për në të gjithë botën ky si aspekt. Një ndër ndikimet më pozitive që do të ketë kjo hënë plot, kjo është e vlefshme për të gjithë ne tashmë, është se do të jemi shumë më të vetëdijshëm. Të gjitha për këto proceset që po përmend tani janë duken të lodhshme, por menjëherë, domethënë, pasi ti vëmë re, do ta kemi shumë më të thjeshtë për ti të kaluar ose për ti ingranuar në jetën tonë. Si rrjedhoj, është një nga hënët e plota që do të na shndërrojë në mënyrë pozitive. Kjo është këshill për i përsëris, në qoftë se kemi probleme kundrejt me femrat e tjera, domethënë ne që jemi me femrat e tjera, këshilla ime do të ishte vërtet që ti shikonim dhe të mundoheshim ti vlerësonim ose të vepronim një lloj siç do tonim dhe ne që të veprojmë kundër nesh. Pra, jo të vazhdojmë të njëjtat cikle që karmike apo toksike që kemi përjetuar deri tani, po të thyejmë këto. Ky është momenti i fundit që ne kemi në dorë të ndërtojmë një shoqëri të shëndetshme. Prandaj dhe, nëse e përdorim, do të na bënte mirë të gjithëve. Kemi një ndikim vërtet shumë të fuqishëm pas kësaj, për sa i përket edhe shëndetit. Kjo anë plot prek vërtet shumë shëndetin. Kemi krijimin e një rregulli në lidhje me zhvillimet që kemi te mesia në këto momente, si rrjedhët dhe shëndeti do të preket në mënyrë të dukshme. Do të kemi transformimin e të shumë elementeve që deri tani kanë dalë në skenë. Përdorimin e AI-t është të domosdoshme, por kemi edhe përdorimin e disa lloj teknologjisë që ne ende nuk i dimë. Një dim vetëm nga shkencëtarë, për po e them në këtë mënyrë, dhe këto do fillojnë të përhapen ose më të përdoren në mënyrë shumë më tepër efektive pas së hënës të plot. Duke qenë se transmutimi ose shndërimi i gjithçkaje është një nga elementet kryesorë të kësaj hëne të plot, do të vëmë re këtë edhe në lidhje me mjekësinë. Përveç kësaj do të kemi edhe lidhjen me hyjnoren. Këtë e përmenda edhe pak përpara, por i përsëris tani sepse është një nga aspektet më të rëndësishme. Duke qenë se do të kemi një mall vërtet shumë të madh për dashurinë e vërtet, kjo nuk është malli kundrejt partnerëve, në të vërtetë edhe pse ne do ta perceptojmë në mënyrë të tillë, është malli që ne ndjejmë për të pasur një lidhje me hyjnoren, pra me të përteme, atë që është më fuqishme se ne. Dhe kjo hënë plot do të fuqizojë vërtet atë lidhjen që ne kemi. Si rrjedhoj, pas kësaj do të gjejmë vërtet shpirtin, po e them në këtë mënyrë, dhe kjo është edhe një nga arsyet që është shumë pozitive. Po i them thjesht shkurtimisht me pika, gjërat që të kemi më të ndikuara nga kjo hënë plot dhe se si mund t'i bëjmë ballë atyre, se si mund t'i përdorim. 1. Kemi vështirësi për të shprehur veten tonë, duke qenë se mund të jemi vërtet shumë sentimental. Siç e thash, mund të kemi një luftë të brendshme, sidomos në ambientet familjare, duke qenë se tashmë jemi të gjithë së bashku. Mund të dalë kemi rikrijimin e të gjitha ambienteve toksike ose të formulave toksike, le të them, që kemi përjetuar deri në këto momente. Si rrjedhoj, do të jemi vërtet shumë të ndjeshëm dhe kjo do të nxjerrë në skenë konflikte të rënda. Mënyrë se si mund të dalim ballë kësaj është që të jemi pak më empatik, por dhe realist në të njëjtën kohë, shumë gjak ftohtë detyrimisht. Fal kësaj kemi mundësi që të kuptojmë edhe veten tonë, të mos reagojmë në momente kyçe dhe të kuptojmë edhe të tjerët që kemi përballë,
për arsyen se pse po veprojnë në atë mënyrë, arsyen e vërtet. Pra, dhe fal kësaj kemi mundësi që t'i zgjidhim. Në qoftë se janë të zgjidhshme, në qoftë se është diçka që nuk mundemi ta zgjidhim ose që nuk mund ta komunikojmë dot, ose persona përballë nuk na kuptojnë, pra këshilla ime do të ishte që ta përjetojmë vitin e ri në qeliza pak më të vogla, kjo do të na ndihmonte vërtet shumë. Sepse në momentin që prishim marrëdhënien familjare në këto momente, do ta kemi shumë më të vështirë për të rekuperuar më vonë. Kemi vështirësi për të krijuar një balans midis egos dhe emocioneve tona. Egoja jon këtu mund të dalë fitimtare. Dhe pastaj na nxjerr pikërisht tek problemet që përmenda pak përpara, sepse mund të kemi një mungesë të logjikës, nëse bjem pre egos ton, pra, si rrjedhoj, nëse se e përdorim më të moderuar dhe jemi më të vetëdijshëm, siç e thash, mendojmë edhe të tjerë, jo vetëm veten tonë, normal që ta kemi shumë më të thjeshtë që të dalim ban të gjitha këtyre tematikave. Duhet jemi dhe pak më tepër aktiv, por të gjitha aktivitetet që bëjmë në këto momente, për çdo veprim që bëjmë, duhet jetë i menduar mirë. Për sa i përket çështjeve që kemi në shoqëri, siç e thash, mund të kemi dalë në skenë të shumë problemeve, sepse kemi thyrën e cikleve, false ne të plot, pra cikleve karmike që ekzistojnë brenda familjeve. Normale që shtetet janë familje të mëdha ose konceptojnë në mënyra të tilla. Kemi thyrën e të gjitha këtyre cikleve karmike. Por në mënyrë që të i thyejmë këto, ne duhet jemi vërtet shumë të vetëdijshëm, por përsëris në këtë rast kopeja shumë më e rëndësishme. Nuk po them kopja që të ndjekim si dele, personat do më thonë thjesht, po them që të mendojmë për kolektivin. Kjo do të na bëjë vërtet shumë mirë dhe është edhe një nga temat të cilat do të shëroj kjo në prodh nëse përdoret ashtu siç duhet. Ndërkohë që në lidhje me shëndetin fizik, fola për mjekësinë, tani po flas shkurtimisht vetëm për shëndetin fizik. Kjo është një nga temat që do të preket vërtet shumë. Në këto momente, edhe pse nuk ndihet ndoshta tamam, kemi fillimin e një periudhe ku mund të kemi probleme me virozat. Do të kemi përhapjen e disa sëmundjeve që prekin në mënyrë të dukshme shëndetin fizik, sidomos ato që ka të bëjë me problemet infeksione tek mushkrit. Prandaj dhe do t'ju këshilloja që të jemi shumë të kujdesshëm në lidhje me këtë temë. Të gjithë ata që kanë një moshë të madhe, po ashtu edhe personat të cilët kanë probleme kronike me frymarrje, me mushkrit, do të këshilloja që të mbani maska në këto momente. Ajri është pak i ndotur dhe mund të kemi edhe probleme siç e përmenda me viruset që shpërndahen në këto momente, prandaj të gjithë ata që kanë problem ose kanë një farë moshe, do të këshilloja që të jemi shumë të kujdesshëm. Mundësisht transportet publike të qëndrojnë pak larg, e di që në brenda Shqipërisë të përdoren vetëm në Tiranë, po edhe këtu, në vend që të përdoren transporti publik, në qoftë se kemi mundësi, po flas thjesht për grup mosha të cilat janë me rrezik, të preferojmë që të ecim. Ndërkohë që për sa i përket tematikave të tjera që mund të kemë probleme, është edhe sëmundje që japin ose infeksione që krijojnë temperaturë të lartë. Edhe kjo është një gjë shumë problematike që mund të dalë dhe do të vazhdojë deri në datën 20 janar. Prandaj duhet jemi vërtet shumë të vëmendshëm. Atëherë, çfarë duhet të bëjmë në lidhje me këto tematika? Normal që sistemin imunitar duhet të kemi të lartë. Nga ana tjetër, duhet jemi vërtet shumë të kujdesshëm për ato çfarë konsumojmë. Kemi të prekur, duke qenë se kemi shumë vendosje tek shenja e briciapit, kjo thotë edhe lëkura jon, prandaj si edhe mund të kemi shumë të prekur dhe lëkurën, alergji të saj. Kjo mund të vijë në mënyrë të anasjellt edhe nga përdorimi i tepërt i sheqerit, duke qenë se është dhe periudha e vitit të ri, normal që ushqimet duhet të përdorim ose duhet të konsumojmë në mënyrë të moderuar. Mundësisht për të gjithë ata që kanë probleme aktuale të mos e përdorin. Më të them edhe diçka, është një mundësi e vogël, por duke qenë se kemi shumë vendosje tek shenja e briciapit dhe shenja e briciapit është e drejtuar nga Saturni dhe Saturni do të thotë edhe termete, do të këshilloja që të jemi të përgatitur edhe në lidhje me këto tema. Brenda Shqipërisë është mundësi pak e vogël, por ekziston si mundësi tashmë, dhe kam thënë më përpara që
kjo periudhë mund të jetë pak më problematike dhe kemi arritur në atë periudhë, duke qenë se kemi hënë të plot, e cila ndodh pikërisht përballë me diellin e Shqipërisë, prandaj dhe mund të jemi të prekur në lidhje me këtë temë. Normale që po e them, është një risk i vogël, por të jemi të përgatitur për këtë temë asnjëherë nuk na bën keq. Okej. Po fillojmë me njëherë tek ndikimet që kemi tek shenjat. Shenja e dashit. Kjo hënë e plot do të ketë ascendentin të vendosur tek shenja e dashit, i rrjedhoj është një nga shenjat më të prekura. Pak më tepër që kemi shumë vendosur tek shenja e Briciapit, që është një tjetër shenjë kardinale. Si rrjedhoj shenja e dashit ka ndikime shumë të fuqishme tek dy aspekte të rëndësishme në jetën e tij. E para është karriera. Vërtet është e para sepse ka një ndikim vërtet shumë të fuqishëm. Ndërkohë që tjetra është familja. Tek këto dyja këto tema mund të kemi mbarimin dhe fillimet të reja. Mbarimin e një periudhe të cilët ata nuk janë vlerësuar ashtu siç duhet. Duke qenë se kemi të vendosur diellin, Marsin, Mërkurin dhe Venusin tek shenja e Briciapit, kjo do të thënë një stabilizim ekonomik në materie për shenjën e dashit. Është një ndikim shumë i madh pozitiv në të vërtetë, por do të thotë që mund të duhet që të zhvendoset. Kjo zhvendosje mund të jetë edhe vërtet reale, mund të jetë edhe literale, çfarë do të thënë ose më themi metaforike. Nëse është reale, do të thënë që për karrierën e tyre do të duhet të zhvendosin shtëpinë në mënyrë që të jenë më afër me punën ose në një shtet tjetër në disa raste. Ndërkohë që në mënyrë metaforike mund të duhet që të ndryshojnë gjithçka, në mënyrë se si ata jetojnë, në mënyrë që të jenë më të aftë për të përparuar në karrierën e tyre. Të dyja këto mund të sjellin ndryshime pothuajse të menjëhershme ose të paramenduara që përpara. Duke qenë se shenja e dashit ka një periudhë të gjatë e cila ka zgjeruar në mënyrë të dukshme njohuritë e tij, edhe mënyrë se si e percepton botën, kjo është pak a shumë shpërblimi i gjithë punës që ka bërë deri në këto momente. Por kjo hënë e plot është vërtet e lodhshme. Prandaj dhe të gjitha këto ndryshime do ta lodhin edhe më tepër. Mënyra se si mund t'i kalojmë më thjesht është që të vazhdojmë që të jemi të vetëdijshëm dhe të vazhdojmë që të pranojmë mësimet që po na jep jeta në këto momente. Mbështetja që marrim nga familjarët tanë mund të jetë pak si tokë me rër, sepse pas kësaj mund të na sjellin edhe probleme edhe më të rëndësishme, si rrjedhoj. Do të këshilloja që të kemi më tepër besim tek shoqëria jonë dhe tek vetja jonë, sepse këta janë dy pika ose dy shtylla shumë të rëndësishme që mund të përdoren në këto momente. Në lidhje me shëndetin, shenja e dashit është shumë e prekur, duke qenë se gjatë kësaj hëne të plot do të kemi Chironin të vendosur në kënde negative, si me diellin, ashtu dhe me hënat dhe mbi të gjitha është në këto momente i vendosur tek shenja e dashit. Pak më tepër që do të jetë dhe i ndaluar përpara se të mbarojë retrogradën e tij, kjo është diçka e mirë. Pika më e rëndësishme është që mund të kemi sëmundje që fillojnë pothuajse që tani dhe i vazhdojmë dhe i ndjejmë, por në qoftë se nuk i kurojmë në momentin e duhur, do të mund të zgjaten deri pothuajse për 2-3 muaj në vazhdim. Këto mund të jenë sëmundje të cilat krijojnë probleme tek sistemi frymëmarrjes komplet, prandaj do të vështirësojnë në mënyrë të dukshme jetën tonë të përditshme. Në qoftë se ne jemi të vetëdijshëm, por i përsëris edhe një herë dhe jemi në kontroll të trupit tonë, normale që kemi shumë të thjeshtë që ti anashkalojmë këtë sëmundje ose ti te kalojmë shumë thjesht. Problemet mund të duken sikur vinë ashtu pothuajse menjëherë që nuk i kuptojmë se nga vijnë, por në të vërtetë rrënjët e tyre i lejojmë ne që të hidhen, prandaj duhet jemi shumë të kujdesshëm. Për sa i përket çështjeve sentimentale, kemi zhvillimin e lidhjeve afatgjata. Fillimin e lidhjeve të reja normale që mund ta kemi, por nuk është shumë i spikatur si hënë e re në lidhje me këtë temë, sepse kemi krijimin e lidhjeve të cilat janë afatgjata. Pra lidhjeve të cilat do të vazhdojnë për një kohë të gjatë dhe janë shumë të rëndësishme për ne. Në përgjithësi janë lidhje të shëndetshme që kanë baza të forta, sepse në këto momente shenja e dashit çdo gjë që e bën të vërtet pra. Dhe persona që hyjnë në jetën e tyre në këto momente janë persona vërtet që duhet t'i kenë aty. Për shenjën e dashit, kjo hënë e plot mund të thotë edhe fillimin e martesës. Në disa raste mund të thotë në barimin e saj nëse nuk është të shëndetshme, ose nëse duhet të bëjë zgjedhje midis karrierës dhe familjes ose partnerit, martesës që ka në këto momente, mund të thotë edhe mbarimin e martesës.
por në përgjithësi do thot fillimet të reja ose mbarimin e një periudhe ku nuk kemi ditur se si të ndërtonim këtë lidhje. Shenja e demit. Por shenja e demit kemi ndikime më të buta se çfarë është tek shenja e dashit. Arrin që t'i vëzhgojmë mirë se ku qëndron edhe problemi, nga ka ardhur, di dhe se si ta anashkaloj atë, sepse të gjitha pozicionet që kemi ose të gjitha vendosjet planetare kanë kënde pozitive me shenjën e demit. Pak më tepër që kemi një vendosje shumë të madhe, kemi disa vendosje më të themi, kemi dominancë tek shenja e Bricjapit dhe kjo për shenjën e demit është një ndikim shumë i madh pozitiv. Për më tepër, edhe Venusi është i vendosur tek shenja e Bricjapit dhe tek një udhë fiks i cili sjell fat vërtet shumë të madh. Të gjitha ndikimet që kemi në këto momente mund të përdoren në avantazhin tonë, por të gjitha vendimet që marrim tani nuk duhet të jenë të ndikuara vetëm nga ndjenjat. Duhet të kemi një balancë, ndjenjë dhe logjik. Kjo është edhe pika ku duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Po e them, i kemi shumë më të zbutura se shenja e dashit, por normal, nëse logjika jon fluturon dhe marrim përbazë vetëm ndjenjat tona, do të krijojmë probleme të rëndësishme. Këto probleme mund na shtojnë në disa ideologji të cilat na mbajnë mbrapa, na pengojnë zhvillimin tonë. Ndërkohë që në këto momente, false në të plot, shenja e demit ka mundësi që të heqë nga jeta e tij gjithçka që është problematike. Sidomos në qoftë se kemi pasur probleme dhe nuk kemi arritur që të krijojmë një balancë me rrethin tonë të ngushtë, me vlezën me motrat tanë, mënyrë se si komunikojmë, kemi pasur problematike, sidomos ata që kanë një biznes në tyre, nëse kanë pasur probleme këtu, do t'i këshilloja që të gjitha vendimet që merrni, t'i merrni në bazë të logjikës dhe të ndjenjave. Pra do të jenë të dyja të balancuara në mënyrë që të jeni të suksesshëm. Sepse kjo hënë plot, vërtet që do të thotë mbarimi i një periudhe problematike në lidhje me këto tema që sa përmenda dhe fillimi i një periudhe e cila na shtyn drejt një jete shumë të begat. Kemi një aftësi vërtet shumë të madhe në këto momente për shenjën e demit që ta krijojmë këtë si gjë. Ndërkohë që, për sa i përket lidhjeve të reja, në këto momente shenjës së demit do të këshilloj që të jemi vërtet shumë të kujdesshëm, sepse mund mos e perceptojmë mirë personat që kemi përballë. Ndërkohë që lidhja e afatgjata është komplet e kundërta. Jemi shumë më të aftë që të kuptojmë se çfarë po ndodh në të vërtet, ku qëndron problemi, ose se si janë ata personat në vërtet. Mbi të gjitha, kemi edhe mundësi që të marrim edhe ndihmë shumë të madhe nga familjarët tanë për të bërë zgjedhjen e duhur. Shenja e demit në këto momente po krijon vërtet një jetë material, nga ana materie, pra po krijon një jetë vërtet shumë të begatë. Dhe duke qenë se të gjithë personat që po hyjnë në këto momente në jetën e tyre, ose që kanë në këto momente në jetën e tyre, kemi mundësi vërtet shumë të madhe që të na zgjerojnë, që të na krijojnë atë begatinë që sa përmenda, ose na ndihmojnë në të themi që ta krijojmë atë. Për sa i përket shëndetit, shenja e demit vazhdon që të jetë e prekur tek pjesa e fytit. Por plus kësaj kemi e tashmë edhe ndikime të komplet shtyllës kurrizore, sidomos ata që i lanë të pakuruara probleme që nxorrin në skenë, hëna e plotësisht tek shenja e binjakëve, do të vazhdojnë që të ndjejnë problemet edhe gjatë kësaj jave dhe më pas. Prandaj do t'ju këshilloj që problemet që ndjeni në lidhje me shtyllën kurrizore, në lidhje me pjesën e fytit ose të qafës më të themi, do t'ju këshilloj që t'i merrni parasysh, sepse nëse nuk e zgjidhni dhe tani, mund t'i mbartni edhe një vit në vazhdim. Pra është diçka e pakëshillueshme. Për të gjithë ata që kanë probleme në lidhje me diabetin, pra e kanë kronik, dhe me tiroidet, normal që do të shkoni të bëni analiza dhe të kuroheni, sepse dhe këto do të vazhdojnë që të jenë pak të ndikuara. Nëse keni diabet, këshilla që dash në fillim, pra është një nga temat që do të preket pak më tepër, sepse kemi ndikimin tek kjo zonë, nëse përdorim shumë sheqerin, pra. Ne jemi më të kontrolluar se të gjitha shenjat e tjera në këtë aspekt. Për sa i përket ndikimi më të madh, më të fuqishëm dhe më të bukur që ka shenja e demit është vërtet krijimi i një jete për materie, begatie materiale, gjë që vërtet i ka munguar shumë dhe do t'i këshilloj që ta përdorni për këtë arsye. Shenja e binjakëve. Për shenjën e binjakëve kemi ndikime të fuqishme në përgjithësi janë pozitive. Tashmë jemi futur në një fazë ose më themi pas ditës
sejnte, duke filluar nga data 1 janar, është vonë në darkë, po do të kemi ndikime shumë të mëdha pozitive për shenjën e binjakëve. Atëherë, cila është pika ku mund të sforcoheni pak më tepër, po e them si fillim këta. Pika ku mund të sforcoheni pak më tepër është që të gjeni atë balancën midis botës tuaj të brendshme dhe ambientit që ju rrethon. Mund të jeni pak më tepër sentimental se çfarë duhet. Kjo është, ose më them, ky ndikim në të vërtetë ju bën pak mirë, sepse ju detyron që të jeni më empatik dhe të përdorni edhe ndjenjat tuaja, mos jeni shumë të fokusuar tek materia dhe tek logjika në këto momente. Kjo është diçka e mirë, siç përsëris, por nuk do të thotë që duhet të përdorni vetëm empatinë dhe ndjenjat tuaja, përkundërzi logjikën, prakticitetin duhet ta vini në punë. Kjo është më tepër e vlefshme për sa i përket të ardhurave materiale. Duke qenë se kjo hënë plot për shenjën e binjakëve, do të thotë edhe mbarimi i periudhës ku kemi pasur probleme në të ardhurat materiale, si rrjedhoj e vetë vlerësimit të ulët që mund të kemi pasur deri në këto momente. Në qoftë se nuk kemi gjetur akoma të grupin ton, ku ne ndjehemi mirë, nuk po them familjen, po them grupin ton, ose familjen ton shpirtërore, pra, gjatë fal kësaj hëne të plot do të arrijmë që të kuptojmë se çfarë na duhet dhe si rrjedhoj do të mund ta gjejmë. Personat që kemi në këto momente në jetën tonë mund mos jenë personat të duhur, por kjo nuk do të thotë që nuk mundemi t'i gjejmë. Përkundërzi, është momenti ideal, sepse do të kuptojmë vërtet çfarë ka vlerë për ne, çfarë vlerësojmë ne në të vërtetë, çfarë duam ne në të vërtetë, dhe si rrjedhoj të mund të gjejmë këta. Këta mund të bëhen edhe personat të cilët na mbështesin shumë për të krijuar dhe vlera në të ardhurat materiale, sepse mund të na shtojnë drejt një karriere që ne deri në këtë moment nuk e kemi menduar, mund të bëhen edhe bashkëpunëtor vërtet shumë të mirë. Si rrjedhoj mund të kemi krijimin e burimeve të reja. Dhe falë kësaj mund të kemi edhe prezantime të shumta me personat të cilët mund të bëhen dhe partnerët tanë. Por për shenjën e binjakëve, partneriteti në këtë moment do thotë më tepër diçka që ka të bëjë me anën ekonomike sesa diçka që është në jetën e tyre sentimentale. Nuk do të thotë që nuk ka lidhje sentimentale të reja që do të fillojmë, do të thotë thjesht që më tepër do të jetë fokusi për të krijuar një mirëqenie ekonomike, ose më të them një rregull në jetën e tyre materiale. Këshilla ime do të ishte për shenjën e binjakëve në këto momente që të gjitha temat që kanë të bëjnë me të ardhurat materiale të përbashkëta, në qoftë se kemi pasur padrejtësi që janë bërë në lidhje me këto tema, shpërndarjen e mallrave për shembull, ti rishikonit edhe një herë. Nëse është bërë një padrejtësi prej jush, në një mënyrë ose tjetër, me vetdi ose pa vetdi, do të këshilloj që këtë drejtësi ta çonit në vend, sepse kemi një ndikim vërtet shumë të madh në lidhje me këtë temë. Çfarë do të them këtu? Shenja e binjakëve, në qoftë se në këto momente nuk krijon drejtësi hyjnore, mund të ndëshkohet, prandaj edhe duhet ta marrë vetë drejtësinë në dorë. Ndërkohë që nëse juve ju është bërë padrejtësi, atëherë ju duhet kërkoni të drejtën tuaj prapë. Në një mënyrë ose tjetër duhet jeni ju vetë personi që të kërkoni të drejtën ose të kërkoni drejtësinë hyjnore. Kemi ndikim shumë të fuqishëm, e përmenda edhe në fillim, tek pjesa e frymarrjes, tek komplet moshkrit dhe si rrjedhoj shenja e binjakëve, duke qenë se këtë ka më të prekur ose ka më të ndjeshme se gjitha shenjat e tjera, do të ndikohet. Këshilla normale është që të jemi të kujdesshëm, të gjitha këshillat që dash tek shenja e dashit duhet i merrni dhe ju parasysh. Pra, të gjitha ata që janë në moshë më të madhe, grup moshe të cilët kanë rrezik për ngjitjen e virozave, dhe kemi probleme më të rëndësishme për sa përket të ardhurave materiale, në lidhje me shëndetin, pra në lidhje me rrugët e frymarrjes, do t'i këshilloj që të merrni masa, të përdorni maskat dhe në qoftë se keni mundësi të mos përdorni transportin publik, por që të preferoni që të ecni. Duke qenë se nga kjo hënë plot nuk do të kemi probleme me këmbët, mund të përdorim edhe më tepër. Për të gjithë ata që kanë probleme me alergjit, këshilla ime do të ishte që në këto momente të qëndroni në ambiente që i njihni mirë. Atëherë, shenja e gaforës do domosdoshmë që shenja më e prekur, kemi një hënë të plot që është tek shenja e tyre, është tek shenja e jonë. Ndikimi më i fuqishëm që ka dhe do të ketë qëtë pothuajse 6 muajve të ardhshëm. Ndikimi tjetër që ka shumë të fuqishëm shenja e gaforës do të jetë në datën 30 qershor, kur të kemi një hënë të plot tek shenja e vricjapit. Cikli që fillon tani si rrjedhoj do të vazhdojë deri atëherë. Për gjitha shenjat e tjera është një cikël që do të mbaroj shumë thjesht, por për shenjën e gaforës është një cikël që do të vazhdojë deri në atë datë. Si rrjedhoj, çdo gjë që bëjmë tani ka vlerë shumë të madhe, pozitive apo negative.
Ndikimi më të madh që një gaforës të ketë tek vetja e saj, tek vetja e tij, duke qenë se do të kemi një ndryshim total tek identiteti. Ky ndryshim mund të them që rezultati është pozitiv, por normale që do duhet që të heqim dorë nga shumë gjëra që nuk funksionojnë. Pjesa më e rëndësishme e kësaj është familja. Kemi një ndikim shumë të madh këtu. Do të kemi ndryshime komplet të dinamikave, sidomos ato që kanë qenë toksike ose që janë toksike dalin në skenë. Si rrjedhosja e gaforës ndikohet në mënyrë kolosale, do të jetë shumë e ndjeshme, do të ketë vështirësi që të balancojë ndjenjat, emocionet me logjikën. Fati i mirë në këtë rast është që arrin që ta kuptojë, ta shikojë se ku qëndron problemi, por kjo nuk do të thotë që është e thjeshtë për të menaxhuar, do thotë thjesht që arrin që ta shikojë. Mënyrë se si mund ta bëjmë që ta menaxhojmë. Këshilla ime do të ishte që vërtet të meditojmë. Është diçka që unë s'e kam në qef shumë të madh vet, por mund të na ndihmojë në këto momente. Fal kësaj do të kemi më tepër kontroll të mendjes tonë, si rrjedhojmë nuk do të reagojmë në momente që nuk duhet të reagojmë. Mënyra se si do të ndihet është mund të ndjejmë një tërësni vërtet shumë të madh te sistemi jon nervor, si rrjedhë mund të kemi prekje të dukshme tek sistemi jon tretës, pra gjithë trupi fiziku jon do të preket. Shenja e gaforës është një nga shenjat që do të ndikohet shumë më tepër tek shëndeti fizik për këtë arsye. Kjo nuk do të thotë që është diçka që do të ngelet, është thjesht nga stresi që është akumuluar deri në këto momente dhe që do të vazhdojë që të akumulohet edhe në vazhdim. Mund të kemi një lodhje të dukshme të sistemit imunitar dhe si rrjedhoj ta kemi më të ndjeshëm komplet në fizikun tonë. Kjo mund të përkthehet edhe në inflamacione, pra infeksione të shumta që do të prekin trupin, sidomos zona e trash është më e prekur në këto momente për shenjën e gaforës gjithmonë. E thash, nëse meditojmë në vend mirë, një rrugë tjetër që kemi që të mund të bëjmë ballë të gjitha këtyre është të kalojmë më tepër kohë në natyrë. Për të gjithë ata që janë afër detit, se një ujë në një farë mënyre, janë më tepër fat sepse vërtet që na bën mirë. Kjo hënë plot do të jetë në një dominancë të elementit të tokës, si rrjedhoj për shenjën e gaforës ka një nevojë të madhe jo për të tokëzuar tashmë, por për ujë. Për të gjithë ata që nuk kanë detin ose liçenin ose diçka të tillë afër, do t'ju këshilloja që të bëni dush sa më shpesh, sepse kjo na ndihmon, dhe të hidratohemi sa më tepër që të jetë e mundur. Okej, këto ishin ndikimet që ka tek fiziku, janë shumë të rëndësishme, prandaj thash gjatë gjë, ndërkohë që ndikimet që do të kemi tek jeta jone e përgjithshme janë shumë edhe këto janë të fuqishme. Do të kemi pas kësaj hëne të plot një gaforë e cila është shumë më e përgjegjshme për veten e saj, për lidhjet që lejon në jetën e saj. Është një hënë plot e cila do të ndikojë pothuajse në çdo aspekt të jetës dhe siç e thash, duke qenë do ndryshojnë të gjitha mënyra se si percepton marrëdhëniet, do të ndryshojë edhe mënyra se si e prezanton veten e saj në jetë. Si rrjedhoj do të kemi ndryshime të shumta edhe në mënyrë se si i krijon lidhjet, sidomos ato afatgjata, pra brenda martesave do të kemi ndryshimin komplet të dinamikave. Të gjitha këto mund të thonë edhe ndryshimin, ose më them, do të kemi edhe ndryshimin në karrierën e tyre. Këtu do të prezantohen si persona me një farë autoritet më të lartë tashmë, do të kërkojnë atë që meritojnë dhe si rrjedhoj do të arrin të marrin këtë. Kjo është një proces i gjatë që ta kërkojmë dhe që të marrim atë që meritojmë, është një proces i gjatë, do të vazhdojë deri në datën 1 korrik të vitit 2026, pra është një periudhë 6 mujore, nuk duhet të lodhemi, duhet ta vazhdojmë punën tonë të mirë. Pika më e rëndësishme është zhvillimi jonë në karrierë, sepse fal kësaj do të mund të kemi edhe arritje shumë të mëdha, arritjen e stabilitetit, kemi krijimin e marrëdhënieve vërtet shumë më të shëndetshme, sepse do të ndjejmë një vetë siguri shumë më të lartë fal kësaj. Dhe do të kemi edhe rregullimin edhe të marrëdhënieve që janë brenda familjes. Siç e thash, do të kemi dalë në skenjer të gjitha atyre dinamikave toksike që ekzistojnë, por kemi edhe mundësinë që të shërojmë ato duke thyer të gjitha këto cikle toksike që kemi ekzistuar deri tani. Një ndikim i cili është shumë i rëndësishëm për shenjën e gaforës, si për femrat ashtu edhe për meshkujt, kjo anë plot mund të thotë edhe mbarimin e periudhës ku jemi vetëm, sepse është një nga shenjat do të kërkojë shumë më tepër se të gjithë të tjerë partnerët e tyre. Është edhe kjo një proces, mund të prezantohemi veç gjatë këtyre periudhave, prandaj të gjitha mbledhërit që ju ofrojnë në këto momente do të këshilloj që t'i merrni parasysh.
Shenja e luanit. Tek parashikimi i javës e përmenda pak, por normalisht tani do të them gjatë gjërë. Shenja e luanit është shumë e ndikuar tek bota e tyre e brendshme. Kemi një ndikim shumë të madh tek shëndeti fizik. Shenja gaforës, më të themi, arrin të që të shikonte se nga vinte problemi, ndërkohë që për shenja e luanit kjo mund të vi pak anasjelltas. Kemi një ndikim tek botat e brendshme, kemi dalë në skenë të gjitha atyre frikrave, fobive që deri në këto momente nuk i kemi perceptuar mirë ose nuk i dinim që ekzistonin aty. Mund të na stimulojë shumë ambienti që na rrethon, mund të na stimulojë shumë njerëz, sidomos familjarët tanë. Në këto momente, duke qenë se kemi edhe bashkimin e shumë familjeve, si rrethoj të gjitha këto elemente që sa përmenda do dalin më tepër në skenë. Kjo do të lodh shumë shenjën e luanit, është një nga anë të plota që vërtet do të bëjë që të rishikojë edhe një herë të gjitha këto marrëdhënie. Kemi një ndikim shumë të fuqishëm këtu. Kjo lodhje psikologjike mund të përkthejë edhe në një shëndet pak të dobët ose një sistem imunitar pak të dobët. Një lloj siç ishte tek shenja e dashit dhe tek shenja e demit. Po të gjitha shenjat që kam përmendur deri tani, këshilla ime do të jetë që të jemi shumë të kujdesshëm në lidhje me shëndetin ton fizik. Të marrim masa për të gjithë ata që kanë probleme me kockat tek shenja e luanit në këto momente, do t'i këshilloja që të jemi më të vëmendshëm, sepse mund të kemi probleme. Mund të kemi më të hapur ndaj aksidenteve, ndaj incidenteve, si rrjedhoj të kemi edhe probleme në lidhje me këtë temë. Për të gjithë ata që janë në një farë moshe dhe kanë osteoporozë për shembull, ose probleme të tilla, duhet të jemi edhe më të vëmendshëm, sepse në këto momente mund të zmadhohen edhe më tepër këto si probleme. Prandaj dhe në qoftë se e dim që kemi diçka të tillë, mundësisht të shkoni te doktori dhe të merrni ilaçe. Nuk e di se çfarë mund të përdorni në lidhje me këtë temë, por e di që kolegjeni bën mirë për shembull, nëse pini lën kockash, edhe e di që bën mirë. Minimumi domethënë. Këto janë temat që është shumë indikuar negativisht. Është e rëndësishme, prandaj dhe i thash në fillim, por siç e shikoni kemi mundësi që të marrim masa. Kjo është për sa i përket shëndetit fizik. Për sa i përket shëndetit mendor, çfarë do të bëjmë? Të njëjtën këshillë që i thash shenjës së gaforës, pra të meditojmë, edhe shenjës së luanit do t'ja këshilloja, do ta qetësoj shumë botën e tyre të brendshme dhe si rrjedhoj do të kenë mundësi që edhe problemet më të mëdha, sa do të mëdha që të jenë, domethënë të mund t'i dalin banë. Pra ti anashkalojnë në disa momente ose të zgjidhin. Kemi një problem në lidhje me udhëtimet, nëse jeni duke udhëtuar në këto momente, do t'i këshilloja që në qoftë se keni vonesa me avionin e të tjerë, të mos bëni panik, është diçka kalimtare, nuk është diçka që do të zgjasë shumë, por të merrni masa, të gjeni dhe mundësi domethënë të dyta për të rikthyer nëse jeni jashtë shtetit në Shqipëri, ose të gjeni dhe hotele, domethënë rezervë, ku të mund të qëndroni në qoftë se vonohet dhe avioni. Okej, tani po them ndikimet pozitive, sepse ka më shumicë. Të gjitha këto frikra që sapo përmenda që do dalin në skenë, të gjitha këto probleme, marrëdhënie toksike që do dalin në skenë tek shenja e luanit, në të vërtetë janë probleme që janë ekzistuese, nuk është se po dalin tani. Kanë qenë që vite më përpara, por ata nuk kanë dashur që t'i pranonin. Kjo do thotë që kemi mundësi që t'i zgjidhim tashmë. Mjafton që t'i pranojmë. Është shumë e thjeshtë t'i zgjidhim. Mënyra se si komunikojmë është shumë efikase. Mënyra se si veprojmë është shumë efikase. Kemi një efikasitet shumë të madh në këto momente në jetën tonë. Mjafton që të përdorim logjikën së bashku me ndjenjat. Këto ndjenja normalisht duhet të jenë ato pozitive, jo të bien prej e frikës tonë, jo të bien prej e ankthit tonë, sepse kjo normalisht na shtyn në zgjidhje të gabuara. Duhet të jemi vërtet 100% të vetëdijshëm në këto momente. Por kemi mundësi shumë të mëdha për të bërë këtë, siç ripërsëris disa herë, jemi shumë efikas në këto momente. Të gjitha këto do thonë ndikime shumë të fuqishme pozitive në lidhje me çështje sentimentale pastaj, sepse jemi vërtet shumë romantik në këto momente. Kemi zgjidhjen e problemeve që kanë pasur të bëjnë lidhje me ideologjitë, nëse kemi këmbgulur në diçka që nuk na shërben as pak, dhe kjo mund të ketë bërë dhe lidhjen tonë që të ketë pasur një farë tensioni brenda vetes, kjo anë plot do t'i mbarojë të gjitha këto. Duam apo s'duam ne? Para kësaj shenja e luanit do të mund të krijojë lidhje shumë më të shëndetshme, ose të shndërrojë lidhjet aktuale në lidhje shumë më të shëndetshme.
kemi një ndikim shumë pozitiv edhe për sa i përket të ardhurave materiale, jemi shumë efikas përsëris disa herë. Ky efikasitet na ndihmon që të rregullojmë të gjitha aspektet e jetës tonë. Kjo është e vlefshme edhe në të ardhurat materiale. Puna që bëjmë normalisht është shumë herë më efikase, shumë herë më pozitive, është shumë herë më e vlefshme, s'po vjen fjalë tjetër në mendje, dhe si rrjedhojt kemi dhe një rritje të madhe në karrierë, në vartësi të kësaj, dhe kjo do thotë të ardhurë materiale vërtet shumë të mira. Shenja e virgjëreshës. Atëherë, shenja e virgjëreshës ka një problem, atë po e them që në fillim dhe do të kaloj tek temat e tjera. Problemi që ka shenja e virgjëreshës është se nuk arrin të kuptoj çfarë probleme shkakton vetë. Ky është problemi vetëm që ka shenja e virgjëreshës. Prandaj dhe, në qoftë se thjesht qëndrojmë pak më gjatë ftohtë, kemi mundësi që të shikojmë të gjitha gjërat, çfarë po ndodh, çfarë s'po ndodh rreth tonë, dhe kemi mundësi edhe që të gjejmë zgjidhje në vartësi të kësaj. Temat që janë të prekura në lidhje me shëndetin, shenja e virgjëreshës nuk është se e prekin shumë, por kemi të prekur të njëjtën temë që këtë shenjë gafore, që është sistemi tretës. Si rrjedhoj, kjo është pika ku njerëzit duhet të jenë shumë më të kujdesshëm. Pra gjithë ata që janë tek shenja e virgjëreshës duhet të jenë shumë më të kujdesshëm. Rendjes. Okay. Pra në qoftë se jemi më të vetëdijshëm, dhe jemi më gjatë ftohtë, kemi mundësi që të shikojmë këto. Por në lidhje me shëndetin, përpërsisht kemi të prekur sistemin tretës. Çfarë duhet të bëjmë në lidhje me këtë temë? Në të vërtetë, këshilla që dash tek shenja e luanit është e vlefshme edhe për shenjën e virgjëreshës, duke qenë se për shembull lengu i kockave bën vërtet shumë mirë tek sistemi tretës. Do të këshilloj që në këto momente ta përdorni pak më tepër dhe mundësisht të qëndroni larg sheqerit. Kjo është e vlefshme për të gjithë ne, ta përdorim në mënyrë të moderuar. Jemi në fund viti, kjo nuk do të thotë që duhet të ham të gjitha baklavat dhe të gjitha mbështetjet në përpara, do të jemi më të kontrolluar. Përveç kësaj, ndikimet që ka shenja e virgjëreshës. Kemi një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv për sa i përket marrëdhënieve sociale. Shenja e virgjëreshës është një nga shenjat më të ndikuar pozitivisht në lidhje me këtë temë. Edhe pse mund të kemi dalje në skenë të problemeve, të personazheve problematik që ekzistojnë brenda shoqërisë, në të njëjtën kohë kemi dhe ndihmë shumë të madhe për tyre. Do të shkëlqej pak a shumë. Dhe kjo do ta shtyjë atë drejt realizimit të ëndrave dhe të qëllimit që kanë. Mund të kemi prezantime me persona të cilët mund të bëjnë personat e tyre të jetës, dhe shenja e virgjëreshës është një nga shenjat që do të ndikojë shumë më tepër pozitivisht në krijimin e një rrjeti social i cili do ta ndihmojë edhe për të krijimin e një begatie në jetën e saj. Të gjitha këto vinë si rrjedhë punës që ka bërë deri në këto momente. Kemi pasur shumë sfida, tani këto sfida kanë mbaruar. Mjafton, siç e thashë, të jemi pak më të vetëdijshëm dhe të qëndrojmë disa hapa larg që të vëzhgojmë se na vjen problemi ose çfarë probleme shkaktojmë, por kjo është vërtet shumë e thjeshtë për të bërë. Shenja e virgjëreshës është një nga shenjat më të logjikshme që ekziston, prandaj dhe jam së sigurt që mundemi ta bëjmë këtë. Ndërkohë që ndikimi tjetër që është shumë pozitiv është krijimi i lidhjeve të reja, shumë sentimentale pozitive. Mbarimi i një periudhe ku ata mund të jenë përballur me persona toksik. Si rrjedhoj, fillimi i një periudhe ku do të prezantojmë persona të përshtatshëm për ta. Kemi rritje në kreativitet, kemi rritje në mënyrën e përdorimit të këtij kreativiteti, pra efikasitetin e përdorimit të saj. Si rrjedhoj, do të kemi edhe krijime të ardhurave materiale të reja, burime të tyre. E thashë, rrjeti social do të zgjerohet në mënyrë të dukshme dhe kjo normalisht do të përdoret edhe në lidhje me këtë temë. Ndërkohë që për shenjën e virgjëreshës është edhe një nga periudhat, fillon tashmë, periudha ku ka ndikime të mëdha pozitive në lidhje me aspektin e tyre në karrierë. Kjo është momenti i fundit, më të themi, ku mund të përballen me probleme te kjo temë, ose që mund të përballen me pengesa në lidhje me këtë temë, sepse pas kësaj kanë pak a shumë rrugën të hapur. Të gjitha pengesat që po dalin tani janë thjesht mësimet e fundit që duhet të merrni, mos u demoralizoni. Është moment shumë i rëndësishëm. Mjafton që të dini se si ta përdorni. Në mënyrë se ta përdorni, ja thashë në fillim. Pra, mjafton që të shikojmë se çfarë probleme shkaktojmë ne vetë. Përsa përket çështjeve sentimentale dhe lidhjeve afatgjata, është një periudhë tashmë pozitive, më duhet të them.
është pak a shumë vazhdimi i periudhës që kemi pasur, nuk është se kemi diçka të re, vazhdimi në statusin quo. Shenja e peshores, kemi dominancën e shenjave kardinale. Për shenja e peshores, kjo hënë e re, kjo hënë e plot, është fillimi i hedhjeve të rrënjeve për ta, krijimit të familjes dhe mbarimi i një periudhe ku mund të kemi qenë pak të shterur në lidhje me këto tema. Pra në qoftë se kemi pasur lidhje që vetëm nuk funksiononin, ose nuk dinim se si të ndërtonim familje, ose të ndërtonim shtëpi, në kuptimin home, domethënë si është në anglisht, të gjeni vendin ku dëshironim të jetonim, ose të kërkonim begatin që na nevojite për ta bërë këtë, normale që kemi pasur një periudhë shumë të lodhshme për këtë arsye, por tashmë tutje ose mërtem nga kjo hënë e plot, të gjitha këto si probleme mbarojnë. Për shenjën e peshores kemi ndikim shumë të madh pozitiv në këtë lidhje me këtë temë, sepse do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe në karrierë. Të gjitha pengesat që kemi pasur këtu, personat që ndoshta na i bënin me hile, ose që na pengonin, ose na vinin qelma që pak në cika, të gjithë personat që na pengonin në lidhje me zhvillimin tonë në karrierë, tashmë tutje do të zhduken pak a shumë vetveti, sepse na arrim që të perceptojnë se kush janë. Si rrjedhoj dhe fuqia e tyre ulet. Ndërkohë që në marrëdhëniet sentimentale, në lidhjet afatgjata, mbaron periudha ku mund të kemi marrë plagë, mbaron periudha ku na duhet vetëm të mësonim pra të merrnim mësime, si rrjedhoj mbaron dhe periudha ku kishim sfida. Kjo është hëna e plotë e cila i nxjerr pak a shumë në skenë të gjitha ato mbeturinat që kanë ngelur dhe falë kësaj mund të jemi shumë më tepër pozitiv. E thash dhe përsëris, kemi fillimin e periudhës ku ata do të hedhin rrënjë, ku do të jenë në vendin dhe me njerëzit që ndihen të sigurt, ndihen pozitivisht. Prandaj dhe kjo hënë e plot do thotë mbarimin e të gjitha problemeve ose gjërave që i pengonin për të kryer këtë, normale që mund të dalin nga jeta e tyre persona, nga shoqëria, ose mund të kemi dhe distancimin nga disa familjarë të cilat vazhdojnë që të krijojnë marrëdhënie ose situata toksike. Kjo për shenjën e peshores mund të jetë pak problematike e lodhshme, në disa raste edhe mund të mërzisë, por në të vërtetë është për të mirën e tyre. Në vend që të bëjmë një shkëputje të plot, këshilla ime do të ishte që të krijojmë thjesht një distancë, pra të menaxhojmë atë distancën tonë. Okej, shenja e akrepit. Shenja e akrepit, duke qenë se është një shenjë uji, dhe kemi shumë vendosur tek shenja e vricjapit dhe që është një shenjë toke, në përgjithësi ndikime etika pozitive. Për ta do thotë mbarimi i një periudhe ku ideologjit kanë qenë problematike dhe që i kanë mbajtur mbrapa, mbaron periudha ku kanë qenë vetëm nxënës, ku duhet thjesht të merrnin mësime, si rrjedhoi dhe periudha e mësimeve karmike, mbaron falë kësaj hëne të plot. Është shumë pozitive, por shumë e lodhshme, deri tek hëna e plot. Pas hënës së plot do të kemi një çlirim shumë të madh. Është shumë pozitive për përsëris, është thjesht pak e lodhshme deri, jo pak, por është goxha e lodhshme deri tek hëna e plot. Arsyeja është se shenja e akrepit deri në këto momente ka ndryshuar shumë, është tjetërsuar komplet, dhe çdo gjë e re që hyn në jetën e tij nuk e di nëse është e vlefshme apo jo, sepse nuk ka më besim për ta mbajtur aty. Si rrjedhoj, vazhdojnë që të jemi në atë periudhën që mendon se çdo gjë është kalimtare. Është edhe pozitive dhe negative ky aspekt. Është pozitive sepse shenja e akrepit është e detyruar të ndryshojë vazhdimisht, kjo është karma e tij. Por kjo hënë e plot do të thotë edhe hyrje në jetën e tij gjërave që janë të shëndetshme tashmë. Mjafton që të heq dorë nga disa ideologji të fundit që i kanë ngelur. Si për shembull, persona të cilët mund të ketë pasur një besim të verbër, nga kjo hënë e plot do të dalin edhe më tepër në skenë. Këta mund të jenë dhe familjarët e tyre, mund të jenë nga shoqëria e tyre, mund të jenë nga vëllezërit ose vëllezërit dhe motrat e tyre, mund të kuptojnë fytyrën e vërtetë të tyre personave. Është shumë e thjeshtë për të kuptuar se do të veprojmë, domethënë, do të nxjerrin fytyrën e tyre me një arrogancë vërtet shumë të madhe këta persona në skenë. Si rrjedhoj, do ta ketë shumë të thjeshtë shenja e akrepit që ti kuptoj se kush janë. Por falë kësaj do të mund të kuptoj dhe cilët janë personat e vërtet që ka tashmë në jetën e tij, dhe bashkë me këta persona do të mund të ndërtoj jetën që meriton. Te kam përmendur edhe ku bëra parashikimin vjetor tek TVSH-ja, por i përsëris, është një vit shumë pozitiv për shenjën e akrepit. Kjo hënë e plot për ta domethënë fillimi i atij viti është vërtet ashtu.
Kemi rregullimin e marrëdhënieve që ka me rrethin e tyre të ngushtë, krijimin e një rrethi të ri shumë më të shëndetshëm, pra përsëri për rrethin e ngushtë po flas, si edhe mund të kemi prezantimin ose hyrjen rikthimin në disa raste në jetën e tyre të miqësive të ngushta, të cilët i mbështesin ata. Kemi një vetëvlerësim shumë më të lartë në këto momente dhe modifikimin edhe të gjërave të vjetra që na kanë ngelur aktualisht në jetën tonë në diçka shumë më tepër praktike dhe pozitive që mund ta përdorim. Është fillimi edhe një periudhe ku shenja krip mund të udhëtoj pak më tepër. Këto bën mirë apo keq varet nga individi. Unë për shembull si ascendenta krep që jam, kam qef që të udhëtoj, më pëlqen udhëtimi. Gjithsesi varet shumë nga personat e tjerë. Por në një mënyrë ose në tjetër do të fillojmë që të udhëtojmë pak më tepër. Kjo hënë plot do të mbarojë atë periudhën që mund të ketë qenë problematike në lidhje me këtë temë, ku mund të kemi pasur pengesa, dhe falë kësaj do të argëtohemi edhe më tepër. Në lidhje me çështje sentimentale, është një hënë plot e cila sjell fat shumë të madh. Mund të ketë rikthimin, rihapjen e disa cikleve, të cilat mendonim se ishin të mbyllura në të shkurtër, nuk po them ish partner, po them cikleve. Pra persona që ngjajnë me disa nga personat që kemi njohur të shkurtër, kjo nuk do të thonë thjesht partner, mund të kenë qenë familjarët tanë, mund të kenë qenë miqësia jonë e të tjerë. Në përgjithësi, të gjitha ciklet që rihapen në këto momente janë pozitive, pra nuk janë karmike, si rrjedhoj mund të përdorim për të ndërtuar një lidhje të shëndetshme. Përsa i përket shëndetit, shenja e akrepit është e prekur, duke qenë se Shironi është ndaluar tek gjatë kësaj hëne të plot, prandaj dhe të gjitha këshillat që kam dhënë për të gjitha shenjat e tjera, pra të jemi të kujdesshëm për ata që janë në një grup moshë janë më të rrezikuar tek virozat që kanë në këto momente, do të këshillosh të marrin parasysh, po ashtu edhe në lidhje me diabetin, duke qenë se kemi një farë tjetërsimi, çfarë do lloj sëmundje kronike që keni, do të këshillosh ta bani në kontroll. E të tjerë për këto ndikime që shenja e akrepit do t'i marr. Për të udhëtuar, do të këshilloja që nëse nuk keni njëri tjetër për të udhëtuar, të udhëtoni me vëllezërit me motrat tuaj ose me person me shoqërinë e ngushtë. Edhe vetëm nuk e bën keq, edhe vetëm. Okej, për shenja e akrepit, pas ankesës e mbajta pak gjatë, po e mbajta pak me hatër, shenja e akrepit. Më mbajta me hatër shenjë që e di që kanë nevojë, për shembull shenja nga forca mbajta pak me hatër dhe shenja e akrepit e mbajta. Ose mbajta vetën time në këtë rast të Okej, shenja e shigjetarit. Për shenja e shigjetarit, mbaroi periudha ku kishim shumë vendosje tek shenjat e tyre, ndërkohë që kemi shumë vendosje tek shenjat e tokës, sidomos ajo bricjapit. Kjo për shenjën e shigjetarit nuk është diçka negative, duke qenë se gjysma, pjesa e poshtme e shigjetarit është tokë, ata e perceptojnë mirë këtë si element, pra është diçka pozitive. Problemi që ka është se drejtuesi i tyre, që është Jupiteri, ka një kënd negativ me Chironin, i cili është i vendosur tek shenja e Dashit. Çfarë do thotë kjo për shenjën e shigjetarit? Do të thotë që nuk duhet të ketë shumë besim tek fati që ka në këto momente, ose më themi të mos marrë riske që janë të panevojshme. Në qoftë se është diçka që e ka kontrolluar, e di përmendësh, kjo nuk përmarr risk sepse e di, por diçka që po i ofrohet tani, do t'i këshilloj që ta shikoni pak me dyshim dhe ta kontrollojnë përpara se ta bëjnë. Ndërkohë që është shenja që mund të jetë më e prekur se të gjitha të tjerat nga helmimet e alkoolit, prandaj dhe kjo normal që do të jemi ekstra të kujdesshëm. Ndërkohë që përsa i përket ndikimit që ka më të madh kjo hënë e plot. Ndikimi më të madh e ka tek ana e karmave të tyre, cikleve karmike që kanë ekzistuar në jetën e tyre. Kjo është në pothuajse çdo aspekt jetës, por është më tepër në lidhje me marrëdhëniet toksike që i ka lejuar që të ekzistojnë në jetën e tij. Më tepër marrëdhënie familjare, por jo vetëm ato, të gjitha janë të prekura. Pra të gjitha marrëdhëniet karmike që ekzistojnë aktualisht në jetën e tyre janë të prekura. Si rrjedhoj do të marrin fund, duan apo s'duan ata. Kjo do thotë që mund të kemi mbarimin e martesave, mund të kemi mbarimin e disa marrëdhënieve familjare, distancimin ndoshta. Mund të kemi edhe mbarimin e disa shoqërive që mund të kenë qenë shumë të vjetra, që nga fëmijëria e tyre.
Normalisht kjo është diçka problematike, e lodhshme, e mërzitshme, e dhimbshme, e të tjerë normale, këto janë më së normale. Por fal kësaj do të kemi dhe një fillimin e një periudhe ku ata do të marrin jetë natyrë, ose do të kenë mundësi që të marrin jetë natyrë njerëz të shëndetshëm. Nuk do të thotë që gjitha këto marrëdhënie patjetër duhet të mbarojnë. Nëse dalë një problem dhe ne arrijmë që të thyejmë ciklin karmik dhe të shndërrojmë këtë lidhje në lidhje të shëndetshme, do të thotë që kemi në dorën tonë tashmë lidhje të cilat i rezistojnë kohës. Prandaj dhe jo çdo gjë e marrim me frikë, thjesht duhet jemi të vetëdijshëm dhe të bashkëpunojmë me të tjerët. Shenja e shigjetarët ka mundësi që nga kjo hënë e plot të dalë një person i cili çdo marrëdhënie që kanë jetën e tij është e shëndetshme tashmë, ja marrëdhënie që do t'i rezistojnë kohës, është shumë pozitive. Është vërtet shumë pozitive nëse përdoret pra në mënyrë të vetëdijshme, por nëse se bie pre e asaj thjesht asaj që di, sidomos e fanatizmit të tij, egos të tij, normale që lidhjet që edhe mund të shpëtonin, do të jenë të predestinuar që të mbarojnë. Çfarë do të jetë në përfundimin e kësaj, cila është në pozitive e kësaj hëne të plot, është fillimi i një periudhe ku ka shumë më tepër të ardhura materiale, të vërtetë shenja e shigjetarit. Do të kemi fare drejtësi hyjnore në shpërndarjen e të ardhura materiale, si rreth trashëgimit do të jenë rishikohen edhe nëse në të shkruar janë ndarë në mënyrë të gabuar, ose nëse kemi tashmë një gjyq apo diçka të tillë që është i hapur, do të zgjidhet. Mund të kemi kalimin e në një periudhë ku do të kemi një begati vërtet shumë të madhe, do të duan të udhëtojnë normal sepse është shenja e shigjetarit, prandaj edhe një pjesë të ardhur materiale mund t'i harxojmë këtu, nuk i bën keq, mund ta bëni, është në dorën tuaj, sepse shenja e shigjetarit nuk është se ka një dëshirë shumë të madhe që të hedhë rrëj në këto momente. Mirë apo keq është zgjedhje individuale, por këshilla ime do të ishte që të paktën një vend ku mund të riktheheni, do t'i këshilloj që ta ndërtonit, sepse do t'i duhet, duke filluar nga data e 1 korrike tutje, do të keni nevojë vërtet shumë të madhe që të keni një lidhje me një vend të caktuar. Si do të gjitha fitimet materiale që po merrni në këto momente, do të këshilloj që në një farë mënyrë ti kaloni edhe aty. Për shenjën e shigjetarit kemi një vlerësim më të lartë pas kësaj, një vetvlerësim, një besim tek vetja shumë më të lartë, dhe kjo normalisht ndikon në mënyrë pozitive në çdo aspekt tjetër, por pika ku do të ndikojë më pozitivisht nga të gjitha të tjerat është jeta familjare. Për shenjën e shigjetarit vërtet që do të kemi krijimin e familjeve. Por përsëris, ato që janë të shëndetshme, që i rezistojnë kohës, janë vërtet shumë pozitive pas kësaj. Dhe kjo do të thotë që mund të kemi edhe lindjen e fëmijëve, kjo mund të thotë që do të kemi edhe krijimin e lidhjeve të reja shumë më të shëndetshme, martesave përmenda, daljen bashkë në shtëpi për bashkëjetesës, rregullimin e marrëdhënieve familjare me prindrit tanë, e të tjerë. Normalisht të gjitha, duke qenë se për të gjitha këto duhen para, edhe karriera do të jetë ndikuar pozitivisht. Shenja e Birciapit. Kjo hënë plot ndodh pikërisht përballë me ta, por shenja e Birciapit është shumë dominante. Ndikimet më të mëdha ka shenja e Gëforës, por shenja më dominante, që do të dalë më dominante më vërtet nga kjo hënë plot, është shenja e Birciapit. Te kjo shenjë kemi të vendosur Mërkurin, kemi Diellin, Marsin dhe Venusin. Të katër këta planete janë shumë pozitiv, ndjen shumë mirë këtu. Dhe mbi të gjitha, për shenjën e Birciapit do të thotë edhe një rritje vërtet shumë e madhe. Ata arrin që të shikojnë shumë mirë ku qëndron problemi, si në marrëdhëniet e tyre, arrin që të shikojnë ku çalojnë ata vetë, arrin që të shikojnë se si të zgjidhin këto probleme. Sidomos në marrëdhëniet familjare arrin që të perceptojnë vërtet shumë mirë. Në këto momente ka një intuit vërtet shumë të lartë sepse drejtuesi i tyre është i vendosur tek shenja e Peshqve. Ky është ana më pozitive e vendosjes të Saturnit tek shenja e Peshqve, për të mos thënë vetmja. Dhe këto shenja e Birciapit, false hënë të plot arrin që ta përdori të plot. Kemi një ndikim shumë të fuqishëm në zhvillimin e tyre në jetën personale, në lidhjet afatgjata. Këtu kemi mbarimin e martesave të cilat nuk janë funksionale, ose fillimin e martesave të cilat janë vërtet shumë të shëndetshme. Mbarimi është më i mundshëm për të gjitha lidhjet të cilat le të themi i kemi të zgjatur kot se kot, edhe pse dinim që nuk ishin të shëndetshme, kurse fillimet janë shumë të mundshme për të gjitha lidhjet që janë aktuale.
Falë kësaj mund të kemi edhe fillimin e bashkëtesës, fillimin e martesave, siç e përmenda, fillimin e një familje, pra fëmijët. Mund të kemi edhe fillimin e bashkëpunimeve, të partneriteteve në lidhje me biznesin, dhe falë kësaj të kemi edhe të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Shenja e Bricave është shenja vërtet që do dali dominante në kuptimin pozitiv nga kjo anë plot. Është një proces ky që do të spastrojë nga jeta e tyre të gjitha pengesat që ka për të krijuar atë çfarë dëshiron dhe meriton. Atë çfarë dëshiron dhe meriton do të fillojë që ta ndërtoj gradualisht, pas duke filluar nga hëna e resh, do të jetë tek shenjat e tyre, por në këto momente duhet të heqë një herë nga jeta e tyre që çdo gjë nuk funksionon. Siç e thash, arrin që ta shikojë se ku qëndron problemi, që është gjë më pozitive për mendimin tim. Si rrjedhë ka dhe mundësi që ta zgjidhë atë. Kemi një ndikim edhe në lidhje me shëndetin. Duke qenë se kemi të prekur lëkurën dhe mushkrit, pjesën e frymarrjes, normal që shenja e Bricave është e prekur, por përveç këtyre kemi ndikim edhe tek kockat, prandaj të këshillin që dash tek shenja e Luane, pra nëse kemi probleme me kockat në vet, do të këshilloj që të marrim masa në lidhje me këtë temë. Shenja e Ujorit ndikohet tek shëndeti fizik. Ndikohet shumë tek shëndeti fizik. Kjo hanë plot do të thonë ndikime pozitive apo negative varet shumë nga individi, se si do të ndikojeni, ju e dini vetë se sa e mbani në kontroll shëndetin tuaj. Pra, nëse jeni të kujdesshëm për shëndetin, do thotë mbarimi një periudhe ku edhe nëse keni pasur probleme, to smundje do të mbarojnë, por nëse nuk jeni të kujdesshëm në lidhje me shëndetin tuaj, pra nuk e mbani në kontroll, do të keni edhe më tepër zmadhimin e tyre. Është komplet në dorën tuaj. Çfarë duhet të bëjmë? Jemi drejt një hëne të plot, që do thotë të gjitha gjërat që krijojmë, gjitha rutinat që krijojmë në këto momente kemi shumë më të thjeshtë për të krijuar, sepse kemi një vullnet që sa vjen dhe rritet. Pak më tepër, duke qenë se shenja ujore ka të vendosur pikërisht tek shtëpia që ka të bëjë me jetën e përditshme, me rutinat e përditshme, ka shumë më të thjeshtë për ta bërë këtë. Prandaj, nëse në këto momente keni probleme në lidhje me shëndetin, çfarë do të problemi që të keni, dhe është një periudhë që ka zgjatur, nuk se ka filluar tani, do të këshilloja që të filloni dhe të kujdeseni për trupin tuaj, të bëni sport, të jeni shumë të kontrolluar për çfarë konsumoni. Kjo normalisht do të ndihmojë që problemet t'i anashkaloni dhe t'i zgjidhni. Ndërkohë që nëse se nuk e bëni këtë, përpërsisht problemet do zmadhohen edhe më tepër, sepse prek fiks shëndetin tuaj fizik. Problemet ku i prekin, i përmenda në fillim, janë rrugët e frymarrjes, por shenja e Ujorit më të ndjeshëm ka sistemin nervor. Si rrjedhë mund të kemi dhimbje koke shumë të forta, si rrjedhë mund të kemi edhe probleme të rëndësishme në sistemin imunitar, prandaj dhe normalisht do të jemi ekstra të kujdesshëm gjatë kësaj periudhe. Avantazhi është që kemi kënde pozitive të drejtuesit të shenjës ujore, që është Urani. Ka kënde pozitive edhe me Jupiterin, ka kënde pozitive edhe me Saturnin dhe me Neptunin, shumë të largët, por edhe me Diellin. Pra, kemi mundësi që të anashkalojmë këto, mjafton që të jemi aktiv në mënyrë pozitive. Ndërkohë që ana pozitive, ose më themi ndikime pozitive që do të ketë. Kemi një rritje në efikasitet, jeta e përditshme ndikohet në mënyrë shumë pozitive. Kemi zgjidhjen e problemeve që mund të kenë ekzistuar në kolektivin tonë, me kolegët tanë. Kemi dalë në skenë si individ shumë më të përgjegjshëm, dhe kjo na ndihmon vërtet shumë për të pasur një karrierë më të suksesshme. Shenja e Ujorit është shenja që mund të ketë suksesin më të madh në karrierë, sepse jeta, ose më themi, efikasiteti i tyre është i rritur në mënyrë të dukshme. Kemi zgjidhjen e problemeve që mund të kemi në lidhje me këtë temë. Pra, nëse deri në këtë moment kemi qenë pak a shumë nxënës, nuk dimë se si të bëni vazhdimisht, bënim gabime tek vendjoni punës, falë kësaj anë të plot, arrim që të kuptojmë këto probleme. Ku qëndrojnë dhe të zgjidhim zgjidhje ato dhe të bëjmë shumë praktik. Si rrjedhë efikasiteti jonë rritet, si rrjedhë dhe karriera jonë është e suksesshme, si rrjedhë dhe të ardhurat materiale shtohen. Është hëna e plot, e cila do të mbaroj periudhën që kishte harxime të shumta, pa kriter dhe që krijonin probleme në jetën e tyre. Prandaj dhe për shenjën e Ujorit, domethënë një periudhë pozitive, fillimi i një periudhe pozitive në lidhje me këtë temë. Është periudha ku duhet vazhdoni që të mbjellni në mënyrë që t'i korni, duke filluar nga kalimi i hënës, duke filluar nga kalimi i diellit tek shenja juaj, pra duke filluar nga data 20 janar, por deri në atë datë do të vazhdoni që të mbjellni në mënyrë që pas kësaj date të korni edhe më tepër të ardhurat materiale,
Jeta sociale, argëtimi, çështje sentimentale, të gjitha këto janë pozitive, mjafton që ne të jemi të vetëdijshëm. Dhe kushti, përsëris, është të kujdesemi për shëndetin tonë. Shenja e peshëve ka ndikime pozitive. Arsye që ka pozitive është se ka kënde pozitive edhe hëna edhe dielli me shenjën e peshëve. Sidomos kemi një ndikim të fuqishëm nga nyja veriore, sepse do të ketë kënd pozitive edhe me hënën dhe me diellin. Nyja veriore është sistemi i cili neve na ndihmon që të jemi të suksesshëm, që të arrijmë qëllimin që ne kemi në jetë. Si rrjedhoj shenja e peshëve nga kjo hënë plot do të marrë një ndihmë vërtet shumë të madhe. Ajo çfarë do të mbaroj është një periudhë ku mund të kemi pasur probleme për të përdorur fatin tonë, sepse mund të kemi rënë pre e plagështisë ose e pesimizmit. Prandaj dhe kjo hënë plot do t'i bëj vërtet shumë mirë. Aty ku do ju këshilloj që të drejtoheni është te grupimet, qofshin këto familjare, qofshin këto shoqërore, sepse të gjithë këto grupime më themi do t'ju bëjmë vërtet shumë mirë dhe do t'ju ndihmojnë që të keni një moral më të lartë. Ta shikoni jetën me më tepër optimizëm. Nëse deri në këto momente keni distancuar veten tuaj, keni qenë pak a shumë të larguar nga njerëzit që ose nga shoqëria juaj ose nga familjarët tuaj, pra keni përzgjedhur që të jeni pak më të izoluar, gjatë kësaj periudhe gradualisht do të këshilloj që të nxjerrni veten tuaj pak më tepër në skenë, të ritakoheni me të gjithë shoqërinë tuaj dhe të kaloni më tepër kohë me njerëzit tuaj të zemrës, qofshin këto familjarët tuaj, qofshin këta të dashurit tuaj, pak rëndësi ka. E rëndësishme është që shenja e peshëve tashmë do të fillojë që të marrë pak më tepër rrisje. Dhe rrisje që do të marri do të jenë shumë më të shëndetshme tashmë. Siç e thash, sistemi ju ndihmon vërtet shumë. Në lidhje me shëndetin, shenja e peshëve ka një sistem imunitar më të dobët se që ka të gjitha shenjat e tjera, por në qoftë se këtarin ta marrë në dorë, normale që është shumë më fuqishme se sa të gjitha shenjat e tjera. Sepse është shumë më tepër në kontroll të vetes së tij, si rrjedhohet është shumë më tepër në kontroll të shëndetit të tij fizik. Prandaj dhe diçka që duket si dobësi mund ta ktheni në fuqinë tuaj. Kjo hënë plot do të ndikojë në mënyrë shumë pozitive edhe në këtë aspekt. Do të sjellë një rend në jetën tuaj dhe fal kësaj keni mundësinë që edhe shëndetin tuaj fizik, edhe trupin tuaj, edhe jetën tuaj, edhe karrierën tuaj, edhe familjen tuaj ta merrni ju vetë në dorë dhe të jeni të suksesshëm në të gjitha këto aspekte që sapo thash. Për shenjën e peshëve, ndikimi më i madh është krijimi i lidhjeve të reja dhe fëmijët. Pra, mund të thotë fillimi ose më themi mund të bëheni me fëmijë, mund të merrni lajme në lidhje me këtë temë. Për të gjithë ata që kanë dëshirë që të bëjnë IVF, pra që të bëjnë klenim artificial, është momenti i duhur. Për të gjithë ata që në një farë mënyrë kanë breng, se nuk kanë përjetuar fëmijërinë, nuk kanë qenë të lumtur gjatë fëmijërisë së tyre, kjo hënë plot do t'ju jap një shans për ta ripërjetuar atë ose për ta përjetuar në mënyrë shumë më pozitive, më të shëndetshme. Shenja e peshëve ka vuajtur shumë, sepse kishte Saturnin të vendosur tek ta, por Saturni nuk është vetëm negativ. Na mëson vërtet shumë, na mëson se të jemi më të përgjegjshëm ndaj vetes tonë. Dhe këtë ka bërë këto 2 vite të gjysmë që ka qenë tek shenja juaj. Pas kësaj, do të mund të mësoni të përdorni këto mësime në avantazhin tuaj për të krijuar edhe begatinë që meritoni, po ashtu dhe siç e thash për të krijuar një jetë me më tepër optimizëm, me më tepër pozitivitet. Dashuri të re mund të ketë, po për këtë arsye mund të ketë shenja e peshëve. Kemi mbarimin e periudhës ku nëse keni pasur probleme për të krijuar lidhje, vërtet do t'i mbaroj kjo si hënë plot. Okej, duke qenë se i mbaruam të gjitha shenjat, hëna e plot është ditën e shtunë, është në datën 3 janar, është ditën e shtunë në orën 11:02 të paraditës. Saturni është i keq vetëm nëse perceptohet si i tillë. Në qoftë se e kupton Saturn që thjesht po mundoj që t'japë mësim, të të prezantoj ty me veten, që të jesh më i përgjegjshëm ndaj vetes tënde, nuk është negativ, përkundërzi, është planeti që na ndihmon më shumë. Normal që krijon sfida, por kur sfidat i krijon vetëm kur gjen vend për të krijuar sfidën. Në qoftë se ti je njeri i vetëdijshëm dhe e vlerëson veten ashtu siç duhet, e vlerëson të gjitha marrëdhëniet, jetën ashtu siç duhet, nuk ka ku të kapet.
Faleminderit shumë edhe juve. Asnjëherë nuk bërën lidhjet që janë të shëndetshme nga Saturni. Nëse kam mbaruar, domethënë që s'ka qenë e shëndetshme. E thash pra, nëse nuk e vlerësoni qoftë veten, qoftë partnerin tuaj, normal që të lidhje mbaron. Ok, pra. Shumë faleminderit që të gjithëve që morët pjesë. Këtë video do mundem ta vesa më herët. Duke qenë se hëna e plot është ditën e shtunë, do të vë edhe një reel se si mund ta përdorni, si mund ta bëni manifestimin. Ishte shumë specifike, thash ka një fuqi vërtet shumë të madhe kjo hëna plot. Prandaj dua që të mund ta përdorni. Ok, pra, faleminderit edhe një herë dhe natën e mirë.